Ka nisur shtesa e parë. Barazim 3-3, koha e rregut, shtesa e parë e ndeshjes finale në mes veteranëve Vllaznis dhe Shoqatës Rejnën Futbolli Shkodër. 3-3 në koha e rregut. Të shohim tashmë se çfarë do të prodhojnë 10 minutat e shtesës. Do të jenë 2 pjesë nga 5 minuta, nëse në rast barazimi, pastaj do të kemi penallti. Hysaj ka kërkuar. Si të me e po në curi, më në një? Ti ke hapë në filmua dhe në po në curi? Portieri Doçi me topin në zotërim. Topi gjatë, Gabon. Kërkoj të gjej Xhahysen. Barazim 3-3 në këtë ndeshje finale. Etrenika ka një garë për golqenus më të mirë. Gjatë Deniz Njani dhe Etrenika ende nuk ka por kode 30 gola në cilët është Mario Bregu aktualisht. Nëse nuk do të shënojnë sërish, do të jetë Mario Bregu fituesi këpucësar të këtij kampionati. Lojtari për mbështetje Luis Gurakuqi. Edmond Doçi. Xhahysa. Doçi. Suad Lici. Belisha. Përsëri Lici, Gabon. Deniz Mjani. Kërkoi të gjej portën. Pa sukses. Është bllokuar në gjuhetje. Safetosja. Doçi ende nuk e ka shtrirë të majtën e tij. Doçi ka gjuajtur jashtë. Pa sukses. Pa sukses. Është dëmtuar me sa duket Altin Xhahysa. Me 3, koha rregut, jemi në shtesën e parë të ndeshjes. Një ndeshje finale. Shumë e bukur, me emocione. Të shohim se kush do të jetë fituesi, nëse do të zgjidhet brenda kohës shtesë apo përmes gjuhjes së penaltive. Është ngritur në këmbë Xhahysen, të shohim nëse do të vazhdoj apo jo lojën. Largohet Xhahysa në lojë Belisha. Admir Hysaj. Etrenika. Topi nuk ka shkuar dot tek Deniz Mjani, gjatë e gozdruar ky i fundit. Hysaj. Maka. Topi gjatë, në Belisha, Etrenika, ja ka Marosja, Pesen Zmiani, Vajdin Pepaj, Deniz Zmiani, ka gjutur dhe e ka shënuar. Ka shënuar Deniz Zmiani. Ka shënuar Deniz Zmiani, 4-3 për Shoqatën Rejnale. 4-3, Deniz Zmiani, 30 gola, barazon Mario Bregun. Barazon 4-3. Megjithatë ende nuk ka mbaruar asgjë. Okej. Fut me spike në dishë. Riverancore për veteranët. Edmond Doçi. Ka gjuetur, topi është prekur nga portieri Maka. Po dini nga këndi për veteranët e Vllaznis. Doçi.
Ka gjuetur jashtë. Mbyllet shtesa e parë. 4-3 për veteranët për Shoqata Rajonale të Futbollit Shkodër. Edhe 5 minuta deri në kurorëzimin e ekipit kampion të kampionatit 5x5 Master që organizohet për herë parë në Shqipëri për lojtarët mbi 40 vjeç. Në pjesëmarrjen e 8 ekipe të institucioneve të ndryshme të Shkodrës dhe finalja është sot në mes veteranëve të vllaznisë dhe Shoqatës Rajonale të Futbollit Shkodër. Një këtë shumë i bukur, shumë interesant që ka gjallë interes tek ata që kanë luajtur futboll më parë, por edhe pasionatë e këtij sporti. Dhe pikërisht ky është qëllimi i organizatorëve për të përfshirë sa më shumë njerëz të kësaj moshe në futbollin e luajtur. 4-3, edhe 5 minuta deri në fund. Edhe 5 minuta deri në fund. Topi takon Shoqatës Rajonale. Ja ka dorëzuar ekipit veteranë të vllaznisë. Doçi. Osja. Përsëri Doçi. Belisha. Kurti. Faul. Ka ndërhyr Pepaj në dëm të tij. Faul në favor të veteranëve vllaznisë. Kemi hyrë në shtesën e dytë të fundit të ndeshjes. Nëse nuk do të ketë gol, do të ketë fitues, pra Shoqata Rajonale, ndryshe nëse rast barazimi do të ketë pastaj penalti. Megjithatë të shohim edhe 4 minuta deri në fund. Denis Miani ja ka marrë topin. Kurti ka faul. Doçi. Hysén Zmiani me topin zotrin. Ja ka marrë Vahedin Pepaj. Jashtë. Denis Zmiani. Pasur për teknika, Gjuajti jashtë. Hysén Zmiani. Ka gjuajtur jashtë. I pa fat Hysén Zmiani këtë gjuajtje, topi përfundon jashtë. Denis Zmiani dhe Doçi rivenjen e takon në vllaznisë. Osja. Faul. Osja. Belisha. Në Osja, rivenje takon në Shoqatës Rajonale. Vahedin Pepaj. Bravo, Osja. Valmir Kurti. Mundësi për të rrezikuar. Vahedin Pepaj. Gjendje Pepaj. Admir Hysa gjuan dhe ka shënuar. Ka shënuar Admir Hysa 5-3 dhe këtu mund të jetë mbyllur ndeshja. 5-3 për ekipin e Shoqatës Rajonale
Shkodër. Pesë me 3. Edhe 2 minutë deri në fundin e ndeshjes, 5 me 3. Shoqata Regionale e Futbollit Shkodër shumë pranë shpalljes kampion. Lici, ndërrim portieri Maka. Doçi, luajtje jashtë mbi travers. Mbi travers. Vajdin Pepaj, Etrit Nika. Denis Zmiani, nuk ka pasuar dot për teknika. Buti nga këndi për shoqatën. Kurti. Topi devijohet, rivencore. Dhe këtu mbyllet gjithçka, ekipi Shoqata Regionale e Futbollit Shkodër shpallet kampion, ka fituar 5 me 3 në finale dhe shpallet kampion i kampionatit 5x5 Masters. Një fitore merituar, ka luajtur më mirë dhe këtu mbyllet gjithçka, pas pak çfarë do të zhvillohet ceremonia e dorëzimit medalje dhe kupave.